Dhe ja ku jemi të rubrika magjikeve të vegjël, aty ku çdo herë na falet shumë dashni, shumë energji pozitive, shumë energji optimiste për të ardhmen, fëmijë të cilët flasin për veten e tyre, për talentet e tyre, për ëndrat e tyre, por fëmijë të cilët kanë mbështetjen e prindërve, mësimdhënësve që t'i ndjekin ato ëndra. Një të tillë e kam edhe sot, është Hana Abazi, e cila ka ardhur na fol për pasionin e saj për baletin dhe jo vetëm, artin në përgjithësi. Hana, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që ke ardhur në emision tonë. Faleminderit që më ftuat. Është shumë kënaqësi që ke ardhur, edhe unë kam dëgjuar shumë fjalë të mira për ty, Hana, edhe u gëzova shumë që ke pranuar me ardhur në studion time. Faleminderit. Hana, unë e thash që ti ke pasion baletin. Pjanisim prej baletit fillimisht. Ti je një 8 vjeçare, apo? Po. Shkollë shkon me rregull, por baletin e ki pasion prej moshës 4 vjeçare. Po. A më tregon kur ke fillu, a e mban mend momentet kur ke fillu baletin, apo të kujtohet pak ma mjegull ashtu? Nuk e mbaj mend. Nuk e mban mend. A ka qenë baleti që të ka dërgu mami me provu, apo prej e vogël ke pas shumë qef baletin? Kështë atin unë e kom provu, i kom pas 3 vjetë, kom provu atin kështë me buta balet, edhe mami dhe bobe kam po që kom talent baletit, dhe atin kanë shku kështë të mësusja e baletit, që ka emrin Vlora Prizreni, që është shumë e mirë dhe e sjellshme. E përshëndesim shumë. Po, dhe aty ke fillu? Edhe aty kom fillu, tani kur ka përfundu ura, i ka mësusja Vlora, i ka treguar mamit që unë kam shumë talent baletit. Dhe pej 4 vjeçorës vazhdoj ta shalo. Tash përveç që ki talent edhe tash e mbon mend, se nuk e mbon mend nashta ditët e para, por kur i ke bo 5 vjeç, ja ke nisë me dash baletin, me blej gjana për baletin, tash edhe e don baletin. Po, tash e do me gjithë zemër. E don me gjithë zemër. Pse të pëlqen baleti? Qa ka të veçantë baleti që ty të pëlqen kaq shumë? Lëvizje, Lëvizje që ka shumë talentume, konga të mrekullueshme, e tjera. E tjera. Te 4 vitet që je në balet, ti ke marrë pjesë në shumë gara. Po, kom marrë në Zagreb, në Turki edhe në Shkup. Edhe në Kosovë? Edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë. A i kujton garat e para? Çfarë emocioni ke pas? A je friksu? Pak jam friksuar, po tani adin ja kom nisë, kështu mos mu friksu, e kom hek frikën. E ke hek frikën, sepse e ke di që je shumë e mirë në të punë. Okej, tregom ma pak përvojën tone, emocionin tënë në Zagreb, edhe në Turki, edhe në Shkup, jashtë Kosovës. Me kanë ke shku, si ke kalu, që atë kalon për shtypje ma shumë? Në Zagreb, kom shkuar me mamin, dhe me shkollën. Në Shkup, kom shku njerë me bobin, edhe njerë me gjithë familjen. Okej. Edhe në Turki, shkoj zakonisht me bobin edhe me mamin. Po. Edhe me shkollën. Cila prej këty në 3 shteteve jashtë Kosovës, të ka emocionu ma shumë? Turkia se u konë shumë jashtë vendit edhe u konë hera e parë. Edhe një më friksuar shumë, që ata. Qysh ke folë të atja, ke ditë anglisht? Po, kom folë anglisht me ata. Okej. Qëtoni kam disa prej diplomave, milnjojeve, sukseseve në gara. Që ke e para më duket është në Turkia, po? Turki. Qa është, ta më spjegon pak këtë shmim? Kjo është atin vish që mu kam ftuar kështu. Aftesa? Aftesa. Okej. Në ndërkohë, këtë medaljet që i kam këto, Hana, janë që i ke meritu edhe i ke marrë në përgarat ndryshme. Atja fillojmë nga kjo afër teje. Kjo është e Zagrebit. Po? Që e ku marrë vendin e 3, që e ku pas solo veç vet. Solo ke pas? Bravo, Hana. A ki shpesh solo? Po. A është ma letë solo me garua apo me grup? Me grup. Ma letë është me grup? Pse vëmendja është gjithkonë? Po dhe se kështë për cilë njënën tjetër mos me bu kështë gabime. Po. Shembull, unë e kom dikon për para, unë e për cilë që ato që e kom për masë, më për cilin muë. Tani adin e kom ma letë kështë. E kur je solo së në për cilë kërkan? Po. Qka menon Hana momentet kur është në një prezentim në një garë solo, gjatë performancës? është pak si vështirë, se s'mund është me majtë edhe kejtë mend, por nëse u shtron edhe shumë, mund është me majtë kejtë mend. Po gjatë kohës kur je në skenë, a mendon, a jam të e bo mirë, inshallah fitoj, qa mendon, qa cilat në përkok?
Unë veç menoj kështu lëvizje që kam I bue. Okej, Edhe kur për gjë tjetër. Bravo, Ana. Po më pëlqen. Pe du energjinë tënde shumë. A vazhdojmë me këto ditën. Nuk e di Kjo është renditjen. Shkupit që pe 2025-ës. 2025, a këtu ke qenë solo apo me grup? A se mbajnë me? Se mbojme. Se mos ka rëndësi, se ka qaq shumë, sa që edhe ki të drejtë nëse si mbajnë me. Dërsa kjo hëna? Kjo është e Turkisë, që është nga 2024-ta. E Turkisë, sa herë ke qenë në Turki? 3 herë. A 3 herë ke qenë në Turki, prandaj ti e donë me shumë atë pjesë. Kjo? Kjo është e Zagrebit, që e ku morë me grup. Vendin e para, po? Po, vendin e parë e kena morë me grup, edhe e kena morë një kupë. Bravo, bre. Bravo për mësuesen, për grupin, edhe këtu vendin e parë. Edhe këtë vendin e parë në Zagreb, e ku morë veç vetë, Këto vetëm vetë. Edhe që ka qenë ka nëse s'ka bëjnë Shkup, po? në Shkupit. Këto, se janë të ngjashme, këto? Kjo është e Shkupit, kjo është e Shkupit, e Shkupit, e Shkupit, e Shkupit. Sa herë ke qenë në Shkup, moj? Së di. Sa di, sa herë? E Shkupit. Në Kosova ke marrë pjesë në përgara, jo? Po nuk kena marrë kështë medalje veç për qefi. A, veç për qefi. Tregom në shpe, a i fëmija që gjatë gjithë kohës vallëzon? Po. Qa, e lëshan muzikat tua, apo e kin kohë kështë? Jo, I shoj muzikat. Qa të thojnë vllaznit? E ki dy vllazën, apo? Po. A ju pengon? Ka pak. Ka pak. Ti e mërzitesh që ju pengon e heq? Jo. Bravo, po më nejse, vllazët kur luajnë futboll, ti I lën të lira, po? Po. Nuk të pengojnë? Jo. Te ki botën tane me balet. Po unë dëgjova prej mësueses Dafina, që ti përveç baletit që e ki kash pasion, në ndërkohë je edhe në profesion të baletit, je shumë e mirë edhe në piano edhe në këndim. Pianon ke fillu tash së fundmi, apo? Po. Qa po të pëlqen ti piano? Kongat, që është bashkë me balet. Po. Po duket vështirë, a i ke mësu notat, apo të vjen lehtë? Po e lehtë. Qa mundesh me përformu vetë me një piano, nëse e ki një piano? Cilën pike ke mësu? Dykesh për mbi vetull. A po, a? Bravo. Mu më tha edhe që ki zosh shumë të mirë, po hala s'ke fillu me këndu, a po? Po. A ke mendu me këndu, me qenë edhe këngëtare? Ki qef? Si kush ki qef me qenë? Si Durata Dora. Si Durata Dora, cila këngë sa i të pëlqen? Vonë. Kënga Vonë. A mund në shkurt veç pak refrenin e këngës Vonë? O, të paskaro, ty me të për mu. Sa e miri e moj hanë. E mu më thanë mame që ti ngon shumë muzikë të huj, anglesht. Kush të pëlqen ma shumë prej këngëtarëve? Bruno Mars edhe Lady Gaga. Tash je të mirë hana. Cila këngë e Bruno Mars të pëlqen ma shumë? Die with a Smile. O, këngë ma e mirë e tina. A mundesh me këndu edhe këta fakt? Po. Hajde. I just woke up from my dream, but you and I have to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realize. Bravo Hana, për një me ki një energji shumë të mirë edhe unë besoj që mësusja Dafin ka me nxjerrë edhe këtë talentin tënë për muzikë edhe me qenë edhe këngëtare. Garant. Garant. Apo më pëlqen shumë siguria jote, po e din veten edhe po don me luftu për çato. Çfarë ju kishte thënë fëmijëve të moshës tone? Një mesazh shoqeve, shokëve. Mos me u dorëzu, me luftu për ëndrat e veta. Apo? Po. Për shembull, dikush na thati, ka qef me këndu, ka talent me këndu, po I vjen torp. Çfarë ju kishte thënë? Mos ju vjen kështë morre, pi kërkujt, se veç kështë kaloni ëndrat e juve. Bravo. A din bëni qa dëni. Bravo. Jeta juve. Po, Brahan, shumë mirë e ki, bravo, të lumt. Është një prej këshillave që kretë kemi nevojë me ndëgju, kështu që po vjen për një 8 vjeçare. Merreni seriozisht, sepse Hana është një 8 vjeçare me ëndra të ndoja që po lufton për to. Në ndërkohë mos t'i mbesim bord shkollës, ti je në klasë të treta, po. Po. A çush po ecë shkolla? Mirë. Cila lanë të pëlqen më shumë shkollë? Art... Muzikore, po? Po edhe arti. Domethënë je e fokusuar te arti më shumë. Çush I ki punë me matematikën? Mirë. A të pëlqen? Mas mos më ka pëlqyer. Pak e vështirë, po? Po. A duket pak e vështirë? Po duhet me mësu? Duhet. Duhet. S'ki Se qarë. pa mësu Zban. zban. Qa ki që më bëhë kërë të rritësh? Një balerin shumë famshme Po. edhe një piano.
Pianiste, po. Domethënë këto janë profesionet tua. Nuk e ki sikur vajzat e vogla doktoresh ose Jo. Nuk e ki që ata ambicje. Nëse ka një balerin që e përcjell kështu të botës që don mu bo si ajo, a ka një emër apo se ke mendu? Jo se ka mundu, halo. Se ke mendu. Unë menoj që ki me qenë si vetja, sepse ki një karakter, një personalitet shumë të mirë, edhe një vajzë shumë e bukur, shumë e mençëm, shumë e dashne, shumë e talentune, edhe që po lufton shumë për ëndrat tua. Faleminderit. Çe kishte thënë mamit e babit, çe ju premton? Unë i premtoj atyve që aty mos me thonë johon nuk ka edhe shumë i mirë baleti ose piano për ty. Bota jeme. O, të dua, moj. Sa e mirë. Edhe unë kam i thënë mamit e babit, bota e hanës është respektone edhe përkrane në vazhdimsi. Ata po të përkrajnë që ku janë sot këto me ty, i kanë në Shkop, në Turqi, ata janë mbrapa teje, ti veç vazhdo me mësu, edhe me qenë e mirë kështu si që je, edhe ata kanë me qenë gjithmonë mbrapa teje. Sigurisht. Sigurisht që po. Edhe unë po të premtoj ty që unë ka me qenë gjithmonë mbrapa teje. Sa ti kina i projekt 3, ose diçka, ki marrë këtë të teta Sara, edhe me prezentu projektin tëndë, okej? Okej. Ti ki me qenë shoqe jame. A e bëhemi shoqe? Po. Edhe unë jam shumë e lumtur që të kam shoqe, një vajzë të mbarë si ti. Unë të falenderoj shumë që erdhe, edhe sa herë që do të jemi në kontakt, do të kam shumë kënaqësi me të intervistu edhe me fol për sukseset tua. Faleminderit. Mos haro këngën e re kur e qet, one, edhe me këndu bashkë. Unë nuk di me këndu, po unë di me shiu shumë, kështu që e shioj prej teje. Okej. Faleminderit shumë që ishe, Hona. Faleminderit edhe juve. Dashur miq, ka qenë Hona Abazi, një vajzë që as intervistë nuk mund ta quaj, u shkrina me përgjigjet e saj. Sa mirë që kemi fëmijë të tillë, inkurajoni sa më shumë fëmijë dashur prind. Mbështeteni, inkurajoni, jepni fjalë mbështetëse që ata të ndjekin ata se çka dojnë, njëjë siç bëjnë prindërit e Hanës. Në ndërkohë, kjo është materiali i fundit për sot. Ne ju lëm takim të dielën e ardhshme në ora 16. Mos harroni me qëndru me emisionet e televizionit, Kanal 10 Kolektor, përgatisin çdo herë më shumë emisione dhe programe të ndryshme. Ndërkohë neve na gjeni në të gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram, TikTok, në portalin Familja Jon dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, ku mund t'i gjeni të gjitha intervistat tona të plota dhe të ndara. Faleminderit që jeni bashkë me neve çdo herë. Ju përshëndes dhe pashit një javë të mbarë.